Policia njofton se janë referuar materialet në prokurori dhe është shpallur në kërkim një 25 vjeçar banues në Vlorë pasi gjatë kontrollit në banesën e tij u gjet dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike e dyshuar kanabis, ndërsa vijon puna sipas policisë për kapjen e tij. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë kanë referuar materiale në prokurori dhe kanë nisur procedimin penal për një 45 vjeçar me detyrë inxhinier zbatues në një kompani ndërtimi, pasi në datën 30 prill 2025 është dëmtuar gjatë punës në kompleksin që ndërtohet nga kjo kompani. Punonjësi i tyre një 57 vjeçar i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Po këta specialistë kanë referuar materiale në prokurori dhe kanë nisur procedimin penal për një 22 vjeçare banuese në Vlorë pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëjetuesit të saj. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë kanë referuar materiale në prokurori pasi në datën 30 prill rreth orës 18:40 në lagjen Lev Sallata dyshohet se si pasojë një shkëndijë elektrike ka rënë zjarr dhe është djegur një automjet tip Volkswagen i cili ishte parkuar në një garazh. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarand kanë referuar materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 20 vjeçar banues në Sarand pasi është konstatuar nga policia në rrugën Skënderbeu duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme procedurale.